kam ku, nuk kam ka, s'po di ka me shku. Të familja, keni fol me prind? I që dojnë me një prind, ta jemi gjalla, ja kam qu fotët ku jemi të parkit të blet në shi, ja kam qu prindet, s'ka shansë, s'u interesojke. Po 7 zani, jam 7 mujsh. Tu jom strau pi prongshi se puna shi i madh, do kohën ftav djalën e kam i vjeqe gjysë. Hajde tash te komuna. Që kemi bërem si je, e kam postu dje këtë video, janë familje që kanë bet në rrugë në podrom për shkak të racizmit, i kanë hek nga banesa, për shkak që janë në ram. Një javë kanë flejt tek parku i qytetit, prom janë ardhë në ndërtesën ku unë jetoj. Shumë e rondë. Ne unesëm me njëherë me këqyrë situatën, në Prizren me këtë familje edhe me i ngu halët e tyne edhe potencialisht, normalisht, me këqyrë me i bon në i zgjidhje. Deri sa të shkoj mos harroni këtë operimin tem të ren, e mundëson po Zhegu Brothers, fantastike e kanë lagjën vargu i blerë, doheni me vizitu, ju që doni me ble shtëpi, doni me konsideru vargun e blerët, për shkak se është 10 minuta larg qendrës Prishtinë kom, super qasje në trafikun urban, është fantastike. Vizitojeni gjithçysh te pozhegubrothers.com. Qysh është gjendja, më nësh me në halku? Gjendja këta janë konë të banu këtu në banes. Apo? Për shkak të racizmit i kanë qitë, se ram edhe kanë përfundu në podrom të kinajt. E tash këto po jetojnë, a shkojmë bashkë? Si je zotni, a je mirë, përshëndetje, si je zonjë? Po e shoh që po jetonin podrom, do me thonë të banesës. Që podrom banesës që kemi teshat këtë qëtu, që faleminderit respektive kushive këtu na kanë ndihmu, që ta që kanë për mongër me pi. Na që, do me thonë, 2 javë ditë jemi në rruga. Që 2 javë ditë, Që 2 javë ditë në rruga kemi pletë të parki për zënit, qytetit. Qysh përfundu të ashtë? Na kanë ndihmu kërkuar që na shkuan në komunë, në policie, ka mos nuk na marrshin parasysh. Kon social, na kanë bo, na muj me ta bonit mushë për starime me që nonën, starimi hore, që me thmi, e ti bone qarën veti dikun, për mener, desa da bëj një stërhim. Gjoj e banesën, thëj, ke na ta pagujmë. Ti i pagujsh gjysën, na i pagujmë gjysën. Unë e marrë social, marrë 230 euro. A me pagu banes, as për di shka me pagu më për para. Kom ne qëtu me një banes, kom ne qëtu parët e socialit edhe të leonave që i kom marrë, ja kom pagu 350 euro, su ka bo një javë qëtu që na ka qitë për jashtë, e kena pas për kod gjatë, na ka qitë një gru qëtu për jashtë. Po atëre na ka thonë kryt 6 ditëve me lëshu piktuj të banesën me lëshu se djali pas ka gjytë me një ekër pis natit poshtë. Ama se ka lëndu kërkonin, po për që atë ekër na ka gjytë njëve poshtë. Nuk u konë puna hekrit, po u konë pse na konë pse minoritet edhe na kanë më shkurt që ajo u konë problemi mas shumë, të me na hek për i banesës. E sot atit na jem qëtu, që e bledhë të ishti kam aty kërët shtrojët e mblojët me kashën. Qysh jetoni këto zonjë qëto, do me thonë... Qëtu jom strau pi prongshi se puna shi i madh, do kohën ftav djalën e kam i vjeqe gjysë, kjo smut me kolli, është i ftofen më shni. Edhe kjo tjetëri smut, qysh me lënë fmit në përshi, jom strau qëtu, s'kam pas ku me shku. A jeni edhe 7 zona? Po 7 zoni, jam 7 mujsh. S'pudi, na kena nevoj për një strehim, po ka strehime, po na s'kem kushte me pagu. Për shkak që sajnë na jem qëtu. Me temperaturë, me kolli, fmija. Se koha pa ka ishë më ftov, s'pja vlemë najtë në për rrugë ma, me thmi. 2 javë kena nejtë e parkit qëtit. Ko, 2 javë keni flejtë e 2 javë kena flejtë, kretë na njojnë që aty me shku mi pytë për neve, kretë tregojnë. Të parkit qytetit në Prizren, këto. Hajde tash te komuna, këqyrëm nëse mujna me kontaktu me kryetarin ose me drejtorin e mirëqenjes sociale, edhe me këqyrë mja bu një zgjidhje, po besoj se e kanë emergjente, po çfarë gjendje ku jetojshin. Na sa u takum me zotin Totaj, na delegoj të drejtoria për mirëqenjen sociale, me zyrtar të cilës na tash kemi me u taku prap të vendi i ngjarjes, përmes diskutimeve që i kam bo zyrën për komunitete, po na thonë që janë rezident të komunës Gjakovës, kjo mundet me kompliku pak situatën. Ju tregova ku është vendi i ngjarjes këtyne zyrtarëve të drejtorisë për mirëqenje sociale që ku janë tu ardhur atje. Islam, ti je nga zyra? Unë jam nga zyra për komunitete dhe kthim.
Jo zyrtar për të drejtat dhe integrimin e komuniteteve. Për ndryshe ju jeni prej drejtorisë për mirëqenie sociale. Po, si drejtorisë për mirëqenie sociale. Po, faleminderit. Gjithsesi. Ali, sa fëmijë keni? 7 kom. Djalin e madh kom të 7 vjeç. 7 kom. Jo, Mashallah, 7 fëmijë. 7 vjeç. Më i madhi sa vjeç është më i vogël? 15 për 16. Sa ku jeni këtu? Qëtu jemi konë prom polici, njerën konë të parki, jenë konë fëmija këtë qullë, polici, pia aty kena shkun policia në ka marrë këtë informatat, në ka marrë në telefonin, qishtë muni, tha, strahoni dikun, tha, se s'kem ku mi u bo. Cëllë ka të konë e banesa ku keni Patin e jetu? 6. Keni pagu qiran me rregull. Pare që kom marrë socialin, i kom lënë fëmit pa hongër, ja kom lënë asaj, tha, rini, tha, për rapat gjatë, tha, rini. Në ka këthuj pare, 350 euro, me që ta pare, njerë tha se ju boj, tha, zgjidhen një banes tjetër u gjoj. Për i që s'ka banesë të tëre, kure pasi s'ka banesë, me bonin që pare 350 euro, di një gjoni ku dush. Tash për me na letu edhe neve pak edhe juve, a keni në vend ku mundeni përkohësisht dirë se aty u bëjmë zgjidhjen e përhershme të banimit vetë? Nuk kom ka, s'po di ka me shku. Të familja keni fol me prind? I që dojnë me një prind, a jemi gjalla, ja kom qu fotët ku jemi të parkit të plet në shi, ja kom qu prindet, s'ka shansë, s'u interesoj ke. Kemi mi trajtu gjitha variantat, cilën është më e shpejti, edhe po jënë qëtë situatë më nejtë. Kurse na prom, neve na drejton policia, tha, shkoni qa që aty ku kini në banes, tha, bëne një zgjidhe, tha, që ti në banes, din? Rini që atë, unë i thash, po shkem banes, atëra na murën këtë dokumentet, na muri, mi bon me amën, me bjemën, me kretë, numër e telefonit na muri, ku erdhën së do civil, tha, ju tha, duni mu të rek, ta piktuit pa tjetër. Që dhe na jena në presën kohës, tash, është afat i shkurt, të të mundohemi për sot me bon një strehim alternativ. Janë do mënyrat strehimit përkohshëm, po nuk është i qëndrueshëm. Gjithsesi na do të mundohemi diçka pak më të përhershme. Po ju prapë duhet të jesh i vetëdijshëm si prind që jeni, ju duhet prapë borën e përgjegjësisë me bord, edhe me mundu me punu diçka me kriju torta. Nuk mjafton ajo çka e ofron vetëm shteti, apo kupton. Na nuk ju lojmë rrugë. Unë njoftum për rasin do të marrim veprimet e nevojshme. Si veprohet në kësaj situata? Na kena me provu zonjën me fëmijët, me kontaktu me familjarët, qofse keni mundësi edhe kena ka hapësirë me fol me familjarët, por kosisht ku mjë streu, dirësa ta zgjedhim çështjen e përhershme të banimit. Në të kundërtën zonjën edhe fëmijët i sigurojmë në strehimore për mbrojtjen dhe mbështetjen e grave, edhe ata përkohësisht, dirësa ta gjejmë një banesë tjetër ku na i kena me ofruar mbështetje qira. A keni me ambulu qiran, do me thonë? Gjithsesi, ne kemi një problem shërbimi social në përgjithësi në Kosovë që s'kemi strehimore për mbrojtjen e burrave. Edhe e kemi pak problem, por gjithsesi pas zgjidhje nuk e lëm, në konsultim edhe me kryetarin i cili ka shfaq interes të veçantë me mbështetje më përka, jo vetëm këtë rast, po në përgjithësi rastet kena me po qish kena mundësinë me zgjidhje, nuk këto nuk rrinë sa qëto. Tash po presim çka po ndodh, qysh po merrem me vesh edhe më jap një epilog kësaj çështje. Kontaktova me strehimorët, njënën për strehimorëve në komunën e Prizrenit, por kosisht do i vendosim nonën me fëmijët, ushimin e kanë siguruar rrobat edhe veshmbathjen. Edhe për burrin tash do të më mendu disa variante tjera, që mundemi me bo zgjidhjen, por gjithsesi edhe ai nuk ngelet këto. Qoftë përmes familjarëve të vet, qoftë ka mundësi djerë të pjesa e pagesës hotelit, meqenëse kemi marrë garanci për kryetarit që kam i ofruar gjitha shërbimet mos me lënë situatë të tillë. Do me thonë brenda javës ta kanë me u sistemu me një banesë. Gjithsesi, duke marrë në rrugë ndërkohës kanë me qëndru. Duhet mi pa gjithë dokumentacion, ta janë banor të komunës Prizrenit apo jo, nëse janë banor të komunës Prizrenit, kemi me marrë gjitha veprimet me vendos me një banim të përhershëm të qëndrueshëm. Falenderoj shumë që spritove spontanisht me u përgjigj se mrena ditës ndodhi kjo, ju nxonëm edhe juve pa përgatit. Faleminderit shumë, kalofshi sa më mirë sot. Jënë të i marë familjen, nana me fëmijët ka me shku në strehimore, të paktën deri nesër, derisa t'i bëhet një zgjidhje tjetër. Burri na thanë që kanë me kontaktu familjen e tij, nëse eventualisht refuzojnë me pranu, kanë me i pagu hostel ose hotel, një dhomë në hotel, derisa t'i bëhet zgjidhja permanente e banimit. Çika shprej meje njerëz, mos harroni kudo që jeni ju prezent këtë platformat jam edhe unë, siguroni një follow me ma bo, qoftë në TikTok, qoftë në Facebook, qoftë në Instagram, çikaq.